Nga mëshira e Allahut xhaleshanu është që vendosi dashuri në zemrat e prindërve. E gjithashtu vendosi dashuri dhe respekt mes anëtarëve të familjes. Por megjitha, vendosi dashuri dhe mëshirë mes dy çifteve. Burri dhe gruaja në momentin që fejohen, menjëherë Zoti i Madhruar intervenon me mëshirën dhe rahmetin e tij në zemrat e tyre. Edhe pala e parë e don palën e dytë, përse nga se Allahu xhaleshanuhu ka vendosur dashnajnë dhe rahmetin në zemrën e burrit dhe gruas. Këtë thot Zoti i Madhruar në Kur'anin famëlart: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dhe një prej argumenteve që ekziston Zoti i Madhruar është se ai krijoi palën tjetër, e krijoi gruan për ju. وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, që ke pala tjetër të gjeni prehje dhe mëshirë. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, dhe në mes jush Allahu i Madhruar bëri ose përhapi dashurinë dhe mëshirën. Është interesant të nderuar besimtar që dietarët islam kur marrin ta komentojnë fjalën mehabbe dhe mewadde, thuan që mes tyre dy fjalëve, në gjuhën shqipe këto dy fjalë i përkthejmë si dashna. Dietarët islam thuan që mewadde do të thotë ta duash një krijesë, por mos ja shprehish dashurinë asaj krijese. Ndërsa këtë fjalë që e ka përmendur Zoti i Madhruar në këtë ajet kuranor, thuan që kjo fjalë ka të bëjë ta duash një krijesë dhe t'ja shprehish dashurinë asaj krijese. Pra burri dhe gruaja duhet ta shprehin dashurinë e tyre që kanë ndaj njëri tjetrit. Nuk është mbarri. Zoti xhaleshanu e thot një gjë të tillë: Inne fi dhalike le ayatin li qaumin yatafakkarun. Me të vërtetë, në këta fakte ka argumente për popujt të cilët mendojnë dhe logjikojnë.